Presidenti i Republikës i jep zotit Kledi Kadiu urdhrin mjeshtri i madh, balerinit të talentuar, të edukuar në shkollën shqiptare të artit, që me interpretimin e tij mjeshtëror është bërë një ndër artistët më në zë në Itali, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ngritjen e imazhit të Shqipërisë jashtë vendit. Presidenti Bamirtovi. Një dita të gjithëve, jam shumë emocionuar, është një ditë me të vërtet shumë e lumtur për mua. Në radhë parë ju falenderoj ju, zoti president, të gjithë miqt e mi kolegët të premierisë, zotin Edmond, prindërit e mi sidomos. Është një konsiderat shumë e rëndësishme që ju më dhatë, dhe do të bëjë ç'është e mundur ta mbaj lart për emër. Faleminderit të gjithë pranishme. Përshëndetje, i nderuar zoti ministër, të nderuar prindër të Kledit, të nderuar të pranishëm miq të Kledit, por edhe miq të mi. Padyshim është një moment i veçantë, jo vetëm për Kledin, por edhe për mua. Që me jepet rasti t'i jap një mirënjohje Kledit pikërisht për ato që ai e meriton. Jo vetëm si profesionist, por s'pari si një qytetar i mirë, si një njeri i cili me shumë dinjitet ka prezantuar Shqipërinë në gjithë këto vite të tranzicionit, në një vend mik, sikur se është Italia, në një vend tek i cili në mënyrë të natyrshme ka pasur edhe shumë paragjykime, por që fal politikës së shtetit shqiptar, por edhe fal figurave si Kledi, kanë arritur që t'i largojnë këto paragjykime. Dhe padyshim unë kam parë nga afër, kam konstatuar edhe vetë se si Kledi me shumë personalitet ka qarë karrierën e tij, duke mos harruar që ka qenë dhe mbetet një produkt i shkollës shqiptare, por edhe një djalë dhe një bir i denj, një familje qytetare shqiptare. Kështu që unë jam i lumtur që jap këtë titull për ju sot, Kledi. Juve keni qenë dhe mbeteni dhe besoj do të jeni në të ardhmen një ambasador shumë i mirë i Shqipërisë. Më vjen mirë që ju jeni miq fëmijërie me ministrin aktual të punëve të jashtme, zotin Agjinasto. Dhe me sa duket pas ka qenë një prirje natyrale juaja për të qenë vërtet interlokutor. Kështu që urimet më të mira, sukseset më të tejshme dhe në tilla raste urohet shëndet pari, pastaj sukses. Gjithë mirat. E deklaroj të mbyllur këtë ceremoni lëvërimi.